Bashkia Vaudeës po vijon zbatimin e paketës së maleve, një nisëm që synon zhvillimin ekonomik të zonave malore përmes dhënies në përdorim të pronave për investime. Deri më tani 26 aplikuesit e parë janë miratuar nga Këshilli Bashkiak dhe aktualisht ndodhen në pritje të përfundimit të procedurave për regjistrimin e pronave. Drejtoresha juridike në këtë bashki, Marinela Deda, bën me dije se po punohet për përgatitjen e dosjeve që do të kalojnë në fazën e dytë procesit, ndërkohë që edhe 24 dosje të tjera janë gati për të hyrë në fazën e shqyrtimit. Aktualisht kemi 26 përfitues të miratuar me vendimin e Këshillit Bashkiak, të cilët kanë avancuar me procedurat e tyre dhe është aplikuar për regjistrimin e pronës si posëdues faktik i kësaj prone pranë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës. Në bashkëpunim me Drejtorinë e Planifikimit të Territorit, po i asistojmë në përgatitjen e dosjeve për të aplikuar për leje zhvillimore pranë Agjencisë së Zhvillimit të Territorit. Bashkia Vaudeës po përgatit kalimin në fazën e dytë të përdoruesave faktik. Kemi gati edhe 24 dosje të tjera që presin miratimin në mbledhjen e radhës të Këshillit Bashkiak. Kjo erdhi edhe si rezultat i bashkëpunimit tepër ngushtë me Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, Drejtorinë Rajonale në Shkodër. Aplikimet më të shumta janë të përqendruar në zhvillimin e agroturizmave dhe bujtinave. Pjesa më e madhe e të rinjve kanë synuar të aplikojnë tokat e të parëve të tyre. Është mundësia e parë që aty ne ju nepet me ndërtu diçka me dokumentacionin e duhur ligjor, prandaj është prit dhe shumë mirë. Ne po i asistojmë edhe në promovimin e zonës nëpërmes edhe festave të ndryshme tradicionale që po zhvillohen në zonat malore. Disa prej aplikuesve shprehen se synojnë të investojnë në agroturizëm, duke e konsideruar këtë paketë si një mundësi konkrete për zhvillimin e bizneseve të qëndrueshme në territoret malore. Kena fitu paketën e maleve që jena jashtëzakonisht shumë mirë njohsa. Kjo me shpresën që ka me dhënë një zhvillim edhe vendit tonë, edhe ka me u njoft, edhe ka me ndihmu jashtëzakonisht shumë me pjesën e rinisë, që ndoshta ti majmë këtu mos na ikun të paktën. Ne gjithmonë si familje kena pas dëshirë me bën një investim tokën e të parëve tanë. Sa pa është hap si mundësi, ne më njëherë kena aplikuar dhe fatmirësisht jena fitues. Ne kena gjetë një mbështetje shumë të madhe nga bashkia, veçanërisht nga kryetari i bashkisë, i cili ka shumë mbështetje dhe a marr personalisht me këtë çështje. Aktualisht ne jena në pritje për lejen e zhvillimit, nisim punimet. Ne synojmë me hap një agroturizëm familjar në një ndër zonat me pikë turistiske në liçenin e Komanit. Toka është e familjes tonë, e din krejt vendi dhe krejt fshatin e nshat që toka është e të parëve tonë. Dhe kështu po mendojmë për të mirat tona, agroturizëm edhe të bëjmë bujtina, që gjithsesi të frekuentohet edhe nga të hujt. Paralelisht me këtë paketë, Bashkia Vaudeës po vjen edhe procesin e inventarizimit të kullave. Aktualisht po përmbyllen 74 certifikime kullash, ndërsa po kryen edhe regjistrimet fillestare në zonën e Shllakut dhe të Temalit, duke hapur rrugë formalizimit dhe zhvillimit të mëtejshëm të këtyre pronave. Jo vetëm për aplikimet për paketën e maleve, ne mbyllim aktualisht 74 certifikime të kullave në zonat malore dhe njëkohësisht po përfundojmë edhe regjistrimin fillestar në zonat e Shllakut dhe të Temalit, gjë që solli një përmirësim të dukshëm dhe na ndihmoi edhe ne dhe banorët në përmbytjen me sukses të këtyre dosjeve. Bashkia e Vaudesit renditet ndër njësitë vendore me interesin më të lartë për paketën e maleve, ku vjet re një pjesëmarrje e lartë e të rinjve që synojnë të ndërtojnë të ardhmen e tyre në vendlindje përmes investimeve në turizëm dhe bujqësi.